Edhe nuk ka fare nevojë Mateo të thotë ty nuk ndije mirë ta bësh t'ia sfidë me Rogerti, se ti e di shumë mirë. Nuk është nevoja unë me ta thënë ty mes gjithëve. Nuk është nevoja as të ta imponoj, as të ta kërkoj se ti e di shumë mirë mendimin tim. Ç'të vi me thënë unë? Dil jashtë, s'ni e mirë. Pse se diti? As se peti si vorrinte Mateo ty. Duhet me ta thënë unë ty që s'po isha mirë, as dukesh e fare. Se dalloje ti. Ç'të bëja unë aty? As se peti si isha. E duhesha me ta thënë unë ty jam keq. As dalloheshëm që isha keq, për çfarë po rrijon para ju dyve? Unë thash Mateo nuk jam mirë, të nuk më intereson ai. O Briken, e pe shumë mirë si isha unë. Si mund të them unë ty si jam mirë aty? Apo s'du ta bësh te? Po. A dukesha mirë ty unë? Ngam. A të dukesha në Terezi? Jo. Për çfarë po rrijon aty? Pse më pëlqen me të pa ty me Rogertin aty me kuti? Jo, s'pëlqen. A ti e di shumë mirë që s'pëlqen. E mos them që s'du ta kishe po sfidën fare. Edhe prap t'lash, bëj atë që doje. Pse? Po s'do vjen me tregu ty çdo gjë të bësh. Sidomos i gjë që ti e di shumë mirë që mund bezdis. Tash, ta them një gjë tjetër. E di shumë mirë që mund bezdis dhe përveç kësaj. Një sekondë, përveç kësaj mirë shumë atë lloj robi nuk e duroj dot. Unë nuk e shoh dot me sy. Që do veç të na ndaje, të na përçaje, të hudhi llafe. Sa i s'do më ditë për familjen e vet, më jo më për ne të dy. Tashi, ai përmend sa gjëra që unë si gjej dot, se nuk e shoh dot me sy. Unë i kthehem. Mirë që je me armikun tim kryesor, me i ambient. Mirë që se shof do të me sy, asat e as situatën. Po unë përplase me atë dhe tim të rrydin mund ke përplasja. Qa përgjijet këthej ty unë ku e kam nervin ka qorel? Kur mu së pëlqen as që ti e aty, as që kam atë përballë, as lafet që thot ai, e mu Briken më thotë Mateo, ka mundsi me lan këtë muhabet. Si ta lejon këtë muhabet?